Zotrin që bleva qumshit dhe vezit e pyeta nëse kishte djath, sepse sot nuk po shikoja dhe më thanë nxjellim djath mërkur të shtun, e ke gjithë rregull. Kur unë kam analizuar djathin e fshatit, më ka rezultuar me listeria. Listeria 25 në 100 veta, pra 25% humbin jetën kur preken me listeria. Dhe këtu janë kryesisht të prekur brenda djathit, që është pa certifikuar. Kjo gjithmonë, po kur është djath i pa kontrolluar, kur është djath presupozohet baxhësh apo djath shtëpie, djath fshati që e konsiderojnë, të rezulton me listeria, të rezulton me Escherichia coli, të rezulton me një qumësh që deri në humbje jete. Deri në humbje jete. E kuptoj, po për pjesën e vezëve? Atëherë e njëjta gjë ndodh edhe për vezët. Spari vazhdojnë këto të jenë si qumshit pa kontrolluara. Nuk dim se çfarë nuk ka stabilme, këto janë pula, presupozona që janë pulat e fshatit, të tija, por që sigurisht janë, nuk e dim nëse ka salmonel, spari, sepse salmonela bashkjeton me shpendin, me pulën dhe me vezën. Dhe nuk është çudi që të ketë. Nuk është çudi që na rezultojë edhe ne në produkte që marrim. Por nëse marrim, pra nëse ju largohemi këtyre, risku është më i ulët. Këtu kemi risk larg sepse spari nuk e dim nëse ka salmonel dhe problemi është kur nuk e di e pson keq. Kur e di nuk përbën një problem salmonela në jetesën e gjithë njerëzve. Sidomos salmonela SPP që rezulton kryesisht në vezë apo të tjera. Kështu që këto mund të kenë salmonel, mund të kenë antibiotik, sepse edhe pulat si çdo gjallësi tjetër smuren. Dhe që ta mendosh, vezët përdoren për fëmijët e vegjël, në mosha e treta. Dhe ta mendoni që ishte 50 lekë kokra. 50 lekë? 50 lekë kokra. Qytetarët duhet blejnë në mënyrë të kontrolluar dhe të rregullt ku presupozohet patjetër edhe qumshti i përpunuar, pra qumshti i fabrikave, falni. Unë në familjen time blej qumësh nga fabrikat tona. Absolutisht e pa diskutueshme. Sepse shikon certifikimin dhe atë sistemin që duhet të ketë. Është një produkt i cili është kontrolluar, që nëse më shkakton mua probleme nesër, unë kam ku trokas dhe di për çfarë tankohem. Nëse unë e konsumoj sot këtë, unë nuk kam kujt do t'i kërkoj llogari nesër. Nëse më shkakton probleme. Unë gjej rastin të them që ndoshta efekti klinik i dukshëm në rastin e ekspozimeve me mbetje të ushqimeve apo me faktorë të tjerë ndotës nuk duket, për arsyen sepse një pjesë e tyre kanë efektin e vonuar dhe kronik. Për shembull, mbetjet që janë mbetjet e metaleve të rënda, mbetjet e pesticideve, apo mbetjet e tjera toksike të cilat ndodhen në ushqime, qoftë në nivele të ulta, të cilat i kalojnë vlerat maksimale të lejuara, po nuk japin efekte të shprehura klinike tek konsumatori, ato e japin efektin nevonuar, kërkohen kohë, madje vite që në ato të japin efektin e tyre toksik, cile shoqërohet me sindroma të ndryshme duke shfaqur edhe probleme të kancereve tumoreve në pjesë të ndryshme të organizmit. Pse shqiptarët po prodhojnë fruta perime me pesticide? Disa janë arsyet. Besoj një pjesë është nga padia e tyre, nga mungesa e informacionit, sepse prodhimi është që në gjenezë tek fermeri. Dhe fermerët her pas here nuk e kanë informacionin e duhur për produkte që hedhin për mbrojtjen e bimëve ose ndryshe pesticide. Një pjesë e tyre gabojnë në atë që quhet afati i karencës. Është është periudha nga momenti kur hidhet pesticidi deri në momentin e vjeljes së produktit. Sigurisht ka mungesë informacioni, një pjesë e tyre mund ta bëjnë edhe me vetdije, një pjesë e tyre po themi mashtrohen në thonjza edhe nga produkte që unë dyshoj që në etiketat e tyre kanë diçka tjetër shënuar dhe brenda mund të ketë edhe ndonjë pesticid që është ndaluar, që nuk është ndaluar për përdorim dhe nuk është sepse është një mënyrë edhe kjo kontrabande, nga pesticide kontraband dhe ana tjetër pastaj edhe nga disa smundje që janë të menjëhershme, për cilat nëse nuk reagon shpejt të shkatrohet sera apo ara. Nëse flasim për pesticide, një studim i fundit i revistës Cancer ishte që fëmijët që lindin me leuqemi, bebet që lindin me leuqemi, nëse gjatë kohës pra të ekzistencës në barkun e nënës vet dhe gjatë vitit parë të jetesës janë prekur nga pesticidet, pra nëpërmjet ushqimit nënës apo qumshit nënës, ato lindin vet, por rrezikojnë të humbin jetën nga pesticidet. 80% mund të humbin jetën. Pra efekte të frikshme me leuqemi, por nga efekti i pesticideve, që mund t'i kenë marrë edhe kur kanë qenë në barkun e nënës vet, nga ushqimi i tyre. Ishtë rrezikshme janë pra? Janë rrezikshme për këtë kategori.
Pesticidet janë pjesë e prodhimit, nuk mund të ketë më prodhim pa Por mbi norma, pesticide, patjetër që nuk lejohet. ato në gjuhën zyrtare quhen produktet mbrojtjes bimëve. Dhe ne i quajmë pesticide. Okej, është fjalë që njihet ligjërisht edhe në BE. E kuptoj, por na e shpjegojmë. Dhe Por ndryshe- patjetër që kalimi i normës. Kalimi i shkon në normës rrezik. dhe ekspozimi gjatë gjithë kohës në pesticide, se nëse ty të kalon norma një herë të vetëm dhe s'kalon për një vit, risku është thuajse zero. Po nëse ti merr gjithmonë produkte me pesticide, ato sigurisht grumbullohen në trup dhe diku do ta japin efekt. Ranit, unë duaj që t'japësh një mesazh gjithë shqiptarëve për sigurinë që duhet kemë për sigurinë e tyre ushqimore. Unë së pari do t'ja jap një mesazh institucioneve shtetërore që ndërhyjnë dhe të pastrojnë tregjet nga produkte jo të sigurta. Të kenë një numër më të madh kontrollesh, të kenë një cilësi më të mirë inspektimi. Cilësia është aq e rëndësishme sa dhe numri i inspektimeve ose ndoshta edhe më i rëndësishëm. Kapacitetet laboratorike duhen rritur me detyrim, ndryshe as nuk hapet as nuk